Në Kosovë, përfaqësues të komunitetit rom dhe veprimtar të tjerë të drejtave të njerëzit mirëpritën vendimin e panelit këshillëdhënës për të drejtat e njerëzit në Kosovë, i cili u bëri thirrje Kombeve të Bashkuara që të kompensojnë pjesëtarët e komunitetit rom që kishin qëndruar në një zonë të ndotur me lëndë helmuese në veriun e Kosovës pas luftës së vitit 1999. Bëhet fjalë për rreth 600 banor që kanë jetuar në kampet e ndotura në veri. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Ditë më parë, paneli këshillëdhënës për të drejtat e njerëzit në Kosovë tha se Kombet e Bashkuara duhet të kompenzojnë pjesëtarët e komunitetit rom që kishin qëndruar në një zonë të kontaminuar në veriun e Kosovës pas luftës së vitit 1999. Në një vendim të këtij paneli thuhet se Kombet e Bashkuara duhet të kërkojnë ndjesë publike dhe të ofrojnë kompenzim për dëmtimet materiale e morale dhe vendimi ishte përgjigje në ankesën e 138 pjesëtarëve të komuniteteve rom Ashkali dhe Egjiptase që kishin qëndruar në kapet e administruara nga UNMIK-u në veriun e Kosovës. Vendimi u mirëprit nga organizata Human Rights Watch, e cila në një hetim të saj në vitin 2009 kishte bërë të ditur për kushtet e tmerrshme të jetesës dhe mungesën e kujdesit të duhur mjekësor. Ky vendim është mirëpritur edhe nga përfaqësuesit e komunitetit rom në Kosovë dhe veprimtarët e të drejtave të njerëzit. Deputeti i Parlamentit të Kosovës nga komuniteti rom Kujtim Paqaku tha për Zërin e Amerikës se me këto kampe janë shkelur të gjitha të drejtat e njerëzit. Tani Kombet e Bashkuara duhet edhe një herë të kërkojnë falje ndaj romëve që bën, pastaj edhe Komiteti për drejtat e njerëzit ti gëzon këta familje, gjithsesi ti mbron disi. Familjarët e humbur nuk mbrohen, nuk kompenzohen ata të cilët janë viktimizuar dhe kanë vdekur. Kompenzimi i tyre nuk bëhet, por ka antar tjetër të familjes të cilat janë në gjendje të mjerueshme. Në gjendje të mjerueshme të varfërisë, kompenzimi i tyre pensional sipas të gjitha konventave ndërkombëtare duhet të rregullohet, posa asaj edhe të tjerë të cilët janë viktimizuar, të cilët kanë jetuar në kampet të ekzistojnë në shekullin e 21 është tmerr për Europën. Afërsisht 600 pjesëtarë të këtyre komuniteteve kishin qëndruar në kampet Zhikoc, Qeshminlluk e Osterode në veri afër kombinatit metalurgjik Trepça, përkatësisht në zona të ndotura me mbetje industriale. Kampet janë braktisur përfundimisht në vitin 2010 dhe banorët janë vendosur në zona tjera, pjesa më e madhe në pjesën jugore të Mitrovicës të banuar me shumicë shqiptare. Analizat e kryera nga zyra Komisionit Evropian dhe Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar në dhjetor të vitit 2010, tek 78 fëmijë të këtyre komuniteteve dëshmuan për rënien e shkallës së pranisë së plumbit në gjak pas largimit nga kampet e improvisuara në veri. Bexhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit tha se romët kanë jetuar në kushte shumë të vështira dhe se ato kampe sipas tij kanë qenë të tmerrit dhe të turpit. Kombet e Bashkuara e kanë konventën e cila e ndalon torturën dhe trajtim njerëzor, ndërkaq që banorët aty kampeve kanë qenë të torturuar dhe janë trajtuar në mënyrë më jo njerëzore të mundshme. Dhe mendoj që ata kanë detyrim, por nëse ata nuk bëjnë atëherë duhet të përdoren të gjitha mekanizmat e mundshëm që të realizohen të drejtat e tyre, sepse kjo është mas pokë që mund të bëhet për ta, nga se edhe sipas statistikave, edhe numri i dëshmërisë është rritur pas kanë jetuar aty. Zoti Paqaku thotë se mjedisi ku kanë jetuar kanë lënë pasuja tek banorët. Sipas informatave ne kemi mbi 7 apo 10 të vdekur, mesin e tyre edhe fëmijë. E keqja tjetë më e madhe edhe nënat shtatzane me vite e radhë lindin fëmijët me aftësi të kufizuara, me eshtra të shtrembër, me rritje jo normale e kështu me radhë. Këto raste janë evidente që mundemi t'i hasim edhe sot e kësaj dite në pjesën jugore të Mitrovicës ku romët janë rikthyer. Përfaqësues të organizatave humanitare thonë se komunitetet rom Ashkali dhe Egjiptase mbeten komunitetet më të diskriminuara edhe në Kosovë. Ata bëjnë thirrje për më shumë angazhim në përmirësimin e kushteve të jetesës për këto komunitete që janë integruar në sistemin politik të vendit, por ende të drejtat e tyre janë shpeshherë të cunguara. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë.